Nëse hani misër, bëni mirë ta dëgjoni këtë para se të jetë vonë për ju. Nutricionistët rekomandojnë konsumin e misrave sidomos të zjerë në ushqime, në sallata ose në supa, pasi kështu ne mund të përfitojmë të gjitha të mirat që ato kanë. Ato i bëjnë mirë shëndetit në shumë aspekte. Misri është një nga ushqimet më karakteristike të stinës dhe konsumi i tij në masë mund të ofrojë shumë përfitime. Jo vetëm për misrat që mbrojnë në shëndetin e zorës, por ato ofrojnë edhe shumë efekte pozitive për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Misrat janë të mirë për diabetin pasi përmbajnë karbohidrate tepër rezistente të cilat ndikojnë në funksionin e insulinës. Për trurin edhe vitamina B përmban edhe shumë element ushqyes. Misrat përmbajnë vitaminën C dhe kompleksin B, duke u kthyer kështu në një ushqim të përkryer për zemrën. Antioksidantët si luteina dhe zeakanthina forcojnë shikimin, si thon healthy food. Fibrat që ushqejnë veçanërisht shëndetin e zorëve do të balancojnë gjithashtu edhe kapslokun dhe problemet e hemoroideve.